dua të ngrëj një problem, dua të flas pak për çështjen e menaxhimit të plazheve. Jemi gati në fundin e sezonit veror. Të lutem, më lër të përfundoj. Menaxhimi i plazheve nuk nënkupton vetëm menaxhimin e hapësirave publike në nivel kontraktual, por ka të bëjë kryesisht, unë dua të përqendrohem kryesisht me mirëmbajtjen e plazheve. Ne duhet të konsiderojmë që plazhi është një infrastrukturë publike dhe duhet të trajtohet si infrastrukturë urbane. Në të njëjtën mënyrë si pastrohen rrugët e qytetit dhe Bashkia po bën një punë shumë të mirë për mirëmbajtjen e rrugëve të qytetit dhe për pastrimin, mbledhjen e koshave të mbeturinave tjerë, të njëjtën gjë duhet të bëj dhe me plazhet. Pra, ti konsideroj plazhet si asetin tonë më të vyer, asetin për të cilit ne sot konsiderojmë një destinacion turistik. Turistët sot vinë në Vlorë pikërisht sepse kemi plazhe shumë të mira dhe jo sepse kemi hotele shumë të mira. Pra, uroj që ky sezon veror iku, por në politikën e bashkisë dhe në mendsinë, në mentalitetin e bashkisë duhet të hyjë ky opinion që plazhi të konsiderohet si infrastrukturë publike dhe t'i japim rëndësinë e dur. Nën kryetare, duhet të mirëmbahen plazhet. Plazhet publike duhet të mirëmbahen. Nuk është normale që tani të pastrohen në fillim të sezonit në prill dhe me shumë vështirësi ne si biznese të bëjmë kërkesa që plazhet të vazhdojnë të pastrohen dhe gjatë sezonit turistik. Ashtu siç kalon makina për të pastruar rrugët e qytetit, ashtu duhet të kalojë dhe për të pastruar plazhet. Pra ne të mirat materiali kemi vetëm nga ky plazh, jo sepse jemi të mirë ne apo kemi hotele të bukura, kemi vetëm nga ky det dhe nga këto plazhe. Dhe duhet i kushtojmë rëndësinë e dur, sepse nuk është normale që plazhet jenë të mbushura plot me mbeturina dhe mos të jetë rëra e pastër dhe mos të jenë të menaxhuara nga Bashkia dhe mos të kenë sinjalistikën e dur, sepse rrezikohet hyrje makinave.